Hetimi mbi vjedhjen spektakolare nga Muzeu i Luvrit sapo ka arritur në një hap vendimtar, pothuajse saktësisht një javë pasi 4 burra vodhën 8 nga xhevairet e kurorës së Francës nga muzeu më i vizituar në botë. 2 burra të dyshuar si pjesë e komandos u arrestuan dhe u morën në paraburgim mbrëmjen e së shtunës më 25 tetor. Një gjurmë ADN-je ishte ajo që zhbllokoi hetimet dhe çoi në identifikimin e autorëve të grabitjes së ndodhur në Muzeun e Luvrit, duke përfunduar me arrestimin e 2 personave të shtunën në mbrëmje. Sipas një burimi pranë hetimit, njëri nga të dyshuarit u identifikua fal një gjurmë vendimtare ADN-je të gjetur në vendngjarje, që pas grabitjes së shekullit, policia mjekoligjore ka qenë në kërkim të çdo prove të mundshme. Prokuroria e Parisit, Laure Bocuse, deklaroi të njëjtën se nga vendi i ngjarjes janë mbledhur mbi 150 mostra ADN-je, gjurmë kishtash dhe elementë të tjerë provash. Shefja e policisë mjekoligjore, Perrine Roger Tubert, tha se hetuesit kanë punuar me prova si gjak, poshtym ose sperm, por edhe me gjurmë të dobta, të lëna në objekte që autorët mund të kenë prekur. Në vendngjarje janë gjetur disa sende që mund të përmbajnë ADN, si një helmet, një radiodore, një elek i verdh dhe 2 rrota prerëse metalesh. Pas mbledhjes, mostrat janë analizuar në laborator për ndërtuar profilin gjenetik të personave të përfshirë. Hetimi mori për shpejtim pasi njëri nga të dyshuarit tentoi të arratisej. Ai u identifikua gjatë testimeve të ADN-s dhe më pas u arrestua. Të 2 burrat e arrestuar janë rreth 30 vjeç dhe banor të Aubervilliers, një periferi veriore e Parisit, në departamentin Saint-Denis, e njohur për popullsinë e saj të dendur dhe shumë kulturore. Roli i tyre i saktë në grabitje ende nuk është përcaktuar, por ata konsiderohen të dyshuarit kryesor. Sipas gazetës franceze Le Monde, njëri prej tyre ka shtetësi franceze dhe algjeriane dhe u arrestua në aeroportin Roissy Charles de Gaulle, teksa përpiqej të udhëtonte drejt Algjerisë. I dyshuari tjetër është shtetas francez. Ndërkohë, policia po vijon hetimet për zbuluar bashkëpunëtorët dhe plaçkën e grabitur, e cila vazhdon të mbetet e pagjetur.